mama, mirëdita, mirëmëngjes, kurdo që ta dëgjoni, sot jemi në modulin e 12, është pjesa e fundit e komunikimit. Në qoftë se i keni dëgjuar modulin e fundit, komunikimi, si fillon komunikimi? Komunikimi fillon me dëgjimin. Okay? Po ta shohim edhe Zoti nuk na e ka dhënë kohë të them, 2 vesh edhe 1 gojë, pra të dëgjojmë 2 fishin, pastaj të flasim. Pa e dëgjuar, nuk mundemi të kemi komunikim të shëndetshëm, se po flasim për komunikim konstruktiv, komunikim ku të zgjidhim probleme, komunikim ku të jetë një proces win-win për të dyja palët, sepse në fundit këtë kërkoj. Tani, kemi 8 tipe të dëgjimit. Duke pasur disa njohuri specifike për komunikimin, mes tyre pra dhe tipit e komunikimit, ju e keni më të lehtë ngritjen e marrëdhënieve të shëndetshme. Si në jetën familjare, në jetën personale, apo dhe në atë profesionale. Megjithatë, dua të them edhe një herë, kujdes. Nuk do të thot tani se mësuam këto njohuri dhe me të gjithë do na eci komunikimi, me të gjithë do arrijmë atë që neve dëshirojmë ose do t'i ndihmojmë me të tjera. Mos merrni një detyrë kaq të vështirë mbi veten tuaj. Që të thoni, po prit se unë e di këtë, unë ja dash mundësinë. Ka disa njerëz që we don't get through, që i thonë, nuk futemi dot në botën e tyre. Sepse ashtu funksionon, për arsyet e tyre, kanë problemet e tyre. Narcicisti, për shumë, ose tipa të tjerë me egon shumë të fuqishme të vetes tyre, nuk të dëgjojnë. Ose njeriu që thotë, unë i di këto gjëra. Për sa i përket për shembull lidhje me zhvillimin personal, besoj se ju ka ndodhur ndoshta të gjithave ose disave për ju që mund ta ndani me dikë, një njohuri specifike, tani sa kohë ke, po unë i di këto, kam gjithë jetën që i di, apo jo? Më ndodh edhe mua, është normale. Këtu është e kot, do të thonë që për të mos i marrë gjërat personale. Askush nuk e ka me juve, askush nuk e ka me mua, është thjesht sepse ashtu funksionon bota e tyre. Dhe e kanë, prandaj kthehemi nga vetja. E kanë të nevojshme të rregullojnë botën e tyre. Okej? Vetëm për ta ditur. Sepse ndonjëherë mund të marrim një barr më të rëndë se sa mundemi në shpinën tonë. Nuk është e jona, është problemi i tyre. Atëherë, tipi i parë është dëgjimi kur tjetrin e kuptojmë. Pra, për çfarë dëgjojmë? Dhe pse e kemi të nevojshme ta fillojmë me këtë që të kuptojmë çfarë po ndodh. Herën e kaluar, në live-in që kishim herën e kaluar, thash ato pyetjet, si funksionon njeriu dhe ato pyetjet e hapura, kush, kur, si, pra për të kuptuar më shumë për mënyrë që ta kuptojmë. Çfarë ndodhi konkret? Besoj se dhe mjekët ty që përmendë tani, të kam pyetur çfarë ndodhi, ku ishit, si filloi kjo gjë, për çfarë? Për të kuptuar. Më shumë situatët. Se si do t'i vënë, nuk do t'i vendosin emër, nuk mund të thonë, unë e di, alergji nga kjo, pa kuptuar se çfarë ka ndodhur të gjitha. Për t'i vendosur një emër diçka e kemi nevojë ta kuptojmë. Tani ky tip dëgjimi ndodh kur dikush na thot diçka. Brenda vetes, pavarësisht se e kuptojmë që diçka nuk është okay, e kemi të nevojshme që kur jemi të fokusuar tek dëgjimi, të largojmë paragjykimet. Të largohemi nga ajo që deshit thoshte këtë. Okay? Vetëm kur jemi në këtë lloj faze, pra që dëgjojmë pa paragjykuar, pa kritikuar, atëherë ky lloj dëgjimi na ndihmon për të krijuar marrëdhënie të shëndetshme, ky lloj dëgjimi ndikon tek e vërteta e asaj se çfarë dikush po na beson, çfarë dikush po na shpjegon. Pra, komunikimi i shëndetshëm është pa paragjykime, pa kritika, pa pritshmëri. Mbi të gjitha pa pritshmëri se si duhet të jetë diçka. Çfarë duhet të thotë? Po pse se tha këtë? Po duhet ta thoshte kështu e të tjera. Sidomos, edhe kur neve komunikojmë, pa kaluar tek tjetri bindjet tona kufizuese. Gjë që shpesh e bëjmë. Që me mënyrën si themi, po duhet jetë kështu, po pse se bëre kështu, po ta kishe bërë këtej apo andej. Okay? Pra dëgjim për të kuptuar, duke qëndruar larg paragjykimit, nëse ju kujtohet mindfulness që kemi bërë që në muajin e parë. Pra, vëzhgojmë qoftë edhe ndjesitë tona, pa gjykuar, pa analizuar,
Thjesht të kuptojmë fillimisht, të kuptojmë çfarë po ndodh në trupin tonë. Po ndjej dhimbje këtu ose po ndjej këtë. Aha, okay, duke e përpunuar. Po e dëgjoj tani shpresën në mënyrë që ta procesoj pak me brenda vetes sime për të kuptuar. Pa pasur dhe pritshmërira. Okay, në biseda me njerëzit, sepse shpesh gjëja që ndikon në gjendjen tonë të humorit, apo në atë se si neve ndihemi, apo në ngritjen apo mos ngritjen një marrëdhënie të shëndetshme, është pritshmëria që kemi. Pra shpesh mund të krijojmë pritshmëri brenda vetes son dhe kjo gjë pastaj na rëndon sepse nuk kemi sepse tjetrit nuk ja kemi shprehur qartë ose nuk kemi marrë atë gjë që neve presim, po është pritshmëria jonë. Dëgjimi i dytë është dëgjimi kritik. Pra ky lloj dëgjimi ndodh atëherë kur brenda vetes filloni të bëjmë një lloj vlerësimi. Okay? Pse se duam apo nuk duam, ne fillojmë të vlerësojmë, fillojmë të kritikojmë atë se çfarë një person po na beson, po na thot. Përse kjo gjë ndodh? Sepse këtu krahasojmë, dashi pa dashi, krahasojmë me vlerat tona, krahasojmë me integritetin ton, me mënyrën tonë të funksionimit. Dhe mbi këtë bazë vendosim nëse diçka është e mirë apo e keqe. Dhe natyrisht kur themi dëgjimi kritik kush është, kemi pastaj të bëjmë me njerëzit close-minded, do të thonë me mendjen e mbyllur, që kanë një drejtim. Okay? Dhe nuk e hap, është pjesa tjetër, pra që kur neve të kuptojmë tjetrin, është e rëndësishme të kuptojmë edhe personin që ka dëgjimin kritik. Edhe personin që e ka mendjen të mbyllur deri aty, aha, okay, në rregull. Kështu funksionon bota e tij, është okay. Të jetë për atë. Pra, këtu futen njerëzit që qëndrojnë pas bindjeve, pas besimeve, pas ideve të tyre, pa e parë një situatë nga këndvështrime të ndryshme, që është e nevojshme, pa e parë, më thënë, këtë gjë, dhe shpesh edhe ne mund të jemi këtu. Pra, edhe këtu e shikoni, aha, nga cili drejtim po e shikoj unë do tani, nga drejtimi close-minded apo open-minded? Okay? Unë ju them një rast për shembull me gocën time, kur ka qenë moshën e adoleshencës, fillova e vura re që nuk po dilte më me shoqet ashtu si më parë. Thash, çfarë ka ndodhur? Ke i e zën, më thuaj nëse do të ma besosh. Jo, tha po, tha janë shumë mendje mbyllur. Oh, okay. Ti sa të hapur e ke mendje? Pra ti që je mendje hapur, meqense e kupton, atëre ti e ke të nevojshme ti jesh edhe më open-minded, edhe më me mendje të hapur, të pranosh pra pse se ai që është open-minded ka hapësirë edhe për atë që ka mendjen e mbyllur, themi. Okay? Nuk do të thotë këtu që të pranojmë gjithçka, po të mësojmë mënyra dhe nga këtu filluam atë mënyrën e komunikimit, pra si t'ju afrohet edhe këtyre njerëzve close-minded në mënyrë që për të pasur pak fan normalisht si rini. Okay? Se nuk po futen të bëjnë teori të veçanta. Aty s'po merret, nuk është varet jeta e tyre nga një parti apo në një kohë që kalojnë adoleshentët së bashku. Do të thonë është thjesht për të pasur një kohë të këndshme dhe për të qëllimi në fundit është që të ngrenë marrëdhënie sociale. Dhe jeta do apo nuk do na ndeshin, deri në fund të jetës do kemi njerëz që kanë ato bindjet e tyre, kanë mendimet e tyre. Fikse. Okay? Pra, kur njerëzit ndjekin trajnime si ky apo trajnime të tjera, në shumicën e rasteve duan të zgjerojnë mundësinë dhe aftësinë e tyre për të e tyre do të thonë lidhur me mindsetin, me mënyrën se si mendojnë, me mënyrën për të ndryshuar këtë gjë. Por ka një pjesë të cilët bëhen pjesë vetëm që, do të thonë, marrin pjesë në trajnime ose kërkojnë, më ka rastisur mua edhe individuale, që kërkojnë atë, ndoshta edhe një trajtim individual, në mënyrë që të vërtetojnë, në mënyrë që të marrin një lloj konfirmimi që dhe idetë e tyre janë okay. Edhe bindjet e tyre të miratohen, pra kërkojnë një lloj miratimi. Deri këtu, po nuk janë të gatshëm. Në momentin që unë ju bëj pyetje për të marrë përgjegjësi ose do të filloj mënyrën, qoftë edhe individuale, për të ndryshuar domethënë këtë lloj mënyre, sepse në fundit përse po e harxojmë kohën për të marrë miratimin tim, po mirë, unë ta jap miratimin, po çfarë do fitosh në jetën tënde, okay? Ky është dialog me mua, me veten time. Pra prandaj gjej mënyra si ti pyes dhe aty kuptoj që nuk janë gati në fakt për zhvillimin e vetes. Okay? Thjesht pra bëhem pjesë sepse të gjithë jemi qenie sociale dhe duam të jemi pjesë e një grupi. Pra kërkojnë dhe futen në një pjesë e një grupi në mënyrë që të gjejnë njerëz që kanë mindsetin e tyre. Dhe këto mund të jenë grupe të ndryshme, jo vetëm të trajnimit.
Do thënë, edhe në trajnimet e zhvillimit personal mund të vinë për këtë gjë. Thjesht për shembull mund të një mikja ime këtu në Sloveni ka një grup ku vetëm flasin. Edhe kjo i ndihmon. Okej? Pa vetëm aq, të flasim. Pra janë mbledhur një grup zonjash, 20-30, mblidhen një herë në javë, ndonjëherë live, ndonjëherë direkt në një restoran, në një kafene, ku duan edhe flasin për problemet e tyre. Okej, në ndërtimin e saj. Vetëm kaq duan. Nuk duan më shumë se kaq. Rëndësi ka që të lirohen. Dhe është okej, nuk ka asnjë gjë. Okej, kemi pasaj tipin e tretë, dëgjimi që veçon specifikat e ndryshme gjatë komunikimit. Pra, me këtë lloj dëgjimi, duke u bazuar tek gjuha e trupit, tek zëri që dikush ka, tek tonaliteti që përdor, tek qëndrimi, përcaktojmë në një farë mënyre se çfarë do të thotë, domethënë bashkëbiseduesi. Normalisht për të arritur për të kuptuar këtë nga qëndrimi i trupit e tjera kërkon një trajnim më të thelluar. Por ta dini që ekziston domethënë si model. Pra, dëgjimi që veçojmë specifikat. Është e nevojshme që edhe këtu të lëmë mënjan bindjet tona dhe të kuptojmë se çfarë do të na thotë personi përballë. Se shpesh mund nisemi me atë që thot personi përballë, me tatuazhe. Këta me tatuazhe janë kështu. Ata që kanë, ku duan, mund të ketë vathët komplet, domethënë veshët me vath, me unaza, ku duan, heavy metal, të veshur me të zeza, mënyra se si ecim, ato kambalet, që këtu mund të vendosim një etiketim. Okay? Pra, dhe që këtu automatikisht dëgjimi që i bëjmë një specifik, se këta tipe janë kështu. Dhe mund t'i kushtojmë vëmendje, domethënë specifike për këtë gjë. Pra, për të përmirësuar, për të larguar nga ky lloj dëgjimi, çfarë kërkon disiplinë të përditshme, derisa disa gjërat i kemi më të lehta. Sa më shumë disiplinë të përditshme, më shumë fuqizojmë pastaj edhe intuitën tonë. Okay? Sepse kur themi mënyra që të arrijmë të kuptojmë tjetrin, qoftë nga qëndrimi, tonaliteti i zërit, kjo ka të bëjë me intuitën. Por për të pasur intuitë të shëndetshme, kemi nevojë të kemi disiplinën. Okay? Se ka shumë njerëz thotë, e kam unë intuitë, e kam shumë të zhvilluar intuitën. Mirë, çfarë thot intuita jote? Të rraf një 5 veta tani. Okay? A është shëndetshme kjo? Asekundit. Marr të qelloj, më tha një zë brenda vetes, të vete të vras një 5 veta. Okay? Të janë raste ekstreme, por nuk do të thotë, domethënë, ma thotë intuita, apo jo, e ndjej që ky person është i gabuar. Okay, ku nisesh, se s'mundet vetëm nga kjo. Por për të arritur dhe te kjo, përsëri, edhe unë pavarësisht se sa shumë e kam zhvilluar intuitën, mund ta marr si një shenjë, një moment, diçka po ndjej, diçka po ashtu, po nuk ja vendos dot emrin. Atëherë do t'i jap mundësi, me qëllim i jap mundësi, jam e disiplinuar, i bëj pyetje me qëllim, bëj pyetje të hapura tjera 2-3 herë, që në një bisedë, apo mund të vazhdoj edhe një bisedë edhe një tjetër, në që të kuptoj më shumë. A qëndron kjo intuita ime apo jo? Në shumicën e rasteve, në shumë raste ka qëndruar, se di nuk i kam numëruar tani në shumicën apo jo. Tani që e kam zhvilluar intuitën më shumë, thuaj se shumë pak gaboj në këtë pjesë. Ndonjëherë ndoshta e di, po se dëgjoj intuitën time. Okay? Kështu që, por kjo ka ardhur me kohë, me trajnim, me disiplinë. Për shembull, në qoftë se neve shikojmë që dikush është i natosur, të themi, dëgjuesi kritik mund të thotë, nuk më pëlqen se si ti flet. Me mua nuk mund të flasësh kështu. Më ofendove, e të tjera. Ndërsa dëgjimi, kur dikë e kuptoj me theme, e kuptoj që këtu ndodhi diçka, ose që ka diçka që ty ti natos. Okay? Lutem, mund të më thuash më shumë? Ose ndoshta unë thash diçka që të preka, pa dashje, më thuaj të lutem më shumë. Okay? Ky është dëgjimi, pra kemi dëgjimin që dikë ta kuptojnë. Ndërsa dëgjuesi kritik, boll tani se këtë gjë gjithmonë. Që këtu kam mbaruar, kam marrë fund, domethënë biseda. Në rastin e tretë, pra nëse marrim domethënë si shembull dëgjimi që dallon specifikat, bashkëbiseduesi shkon përtej fjalëve dhe asaj çfarë shikon. Sepse e ndjen, këtu është intuita, i thash, e ndjen thellë që ka një padrejtësi.
ka një lloj keq trajtimi, ka një lloj ofendimi, ka një gjë, domethënë që më thuaj se e pash që të ndryshoj fytyra. Dhe është pikërisht kjo gjë ajo që e zemëron. Dhe mund të thuash, sepse e shohim, e kuptojmë ndoshta nga fytyra e dikujt, sidomos persona një shohim që ka ndryshim. Linda, thash diçka ndoshta që të preka pa dashje. Apo jo? Hajde të flasim për këtë gjë. Lutem, sepse ndoshta pa dashje. Të thash diçka, apo të lëndova, të ofendova, nuk ka rëndësi. Për ta sqaruar, për të mos ngelur aty si një gjë, domethënë e varur në ajër. Kemi pastaj dëgjimi terapeutik. Pra, normal, kjo ka të bëjë me terapit, pastaj me coachat e tjerë, sidomos. Patjetër që dëgjimi terapeutik në ndihmon me fëmijët, me njerëzit më të afërt, se s'mund ta bëjmë këtë me kudo. Pra, nuk është e panevojshme të jeni terapist për të thënë dëgjimi terapeutik është vetëm për shpresën. Okej. Është vetëm për njerëzit që kanë profesion. Jo, është që dhe juve të dëgjoni fëmijët tuaj, për shembull, ta zëm pra, me njerëzit e afërt. Pra jemi këtu, jemi të detyruar të dëgjojmë për të mbledhur dhe për të kuptuar informacione që na jep pala përballë. Sepse nëse duam duam që fëmia të ndryshojë diçka, e kemi të nevojshme të rrim ta dëgjojmë. Pra dëgjojmë njësoj si terapisti. Pra qëllimi i këtij dëgjimi është që bashkëbiseduesin e kuptoni. Pavarësisht se në shumë raste ndoshta mund të jetë domethënë një dëgjim sipërfaqësor, por pra është e nevojshme që ta bëjmë pak një dëgjim më të thelluar. Sepse ka shumë njerëz, për shembull edhe terapist, ka që e ngelen tek dëgjimi sipërfaqësor. Okej, në rregull, zemër, shiko se nuk të ndodh vetëm ty, se ka ndodhur shumë njerëz. A u futëm thellë këtu? S'u futëm tek kjo pjesë. Është sipërfaqësor. Dhe këtë gjë e bën shumë psikologë dhe shumë terapistë, dhe pastaj japin një këshill të përgjithshme. Dëgjimi i plot. Kemi pastaj tipin tjetër, dëgjimi i plot. Këtu shikohen shumë gjëra për të kuptuar kontekstin e plot të gjithë situatës. Pra jo vetëm fjalët që po më thot në moment apo gjuhën e trupit, por diçka më komplekse. Është ajo big picture që e quaj. Sepse dhe vetë njeriu është kompleks apo jo. Pastaj kemi tipin e 6, dëgjimi i thelluar. Pra, ky lloj dëgjimi është shumë më shumë se dëgjimi terapeutik. Pasi ky lloj dëgjimi kërkon ju dhe forcin përballë për të kuptuar ato këndvështrimin dhe perspektivën e njëri tjetrit. Okej? Dhe juve keni patjetër në jetën tuaj, ju keni shumë njerëz me të cilët e keni këtë lloj bashkëbisedimi. Dhe unë vetë personalisht për shembull, me normal edhe në jetën e përditshme, nuk po them me të gjithë njerëzit se absolutisht jo, por në punë patjetër bëj maksimumin që të ngelem tek këto dy tipe dëgjimi. Pra dëgjimi i plot, kemi pastaj dëgjimin e plot dhe kemi edhe ai i thelluar. Dhe ky është ndryshimi për shembull mes terapisë klasike, me psikologjinë klasike dhe me coaching. Coaching është domethënë për të futur më thellë, duke dashur të kuptojmë pra çfarë, të kuptojmë qëllimin, të kuptojmë vlerat, okay? Të kuptojmë vlerat. Secili prej jush ka vlera. Por cilat janë ato? Okay? E kemi të nevojshme të kuptojmë vlerat e thella. Personat që kanë ndjekur trajnimet me mua në LP-s, praktikantë edhe coaching apo të tjera trajnime, pra këto gjëra i bëjmë, domethënë se si të kuptojmë vlerat. Kemi pastaj dëgjimi selektiv. Ky lloj dëgjimi ndodh atëherë kur dëgjojmë vetëm një pjesë të asaj se çfarë personi na thot. Dhe i bëjmë një filtrim informacionit shpejt e shpejt. Dhe çfarë mund të dalim në konkluzione që jo domosdoshmërisht është konkluzioni i duhur. Se është selektiv, kemi marrë vetëm një pjesë të informacionit. Nga ana tjetër, nëse personi përballë nesh nuk është i interesuar t'ju dëgjoj, apo nuk është i interesuar në atë se çfarë po thoni, edhe juve mund të aplikoni dëgjimin selektiv. Dhe kemi të nevojshme në shumë raste ta aplikojmë dëgjimin selektiv, sepse nuk do të thotë që me të gjithë njerëzit të dalim sepse është e pamundur, do na shpërthej truri. Nëse bëjmë gjithmonë dëgjim të thelluar. Është e pamundur dhe nuk do t'u sugjeroja as pak. Kërkon shumë energji, kërkon shumë kohë. Pra, në shumë raste bëjmë edhe dëgjim selektiv. E kemi të nevojshme të bëjmë edhe dëgjim selektiv. Me kohën kam kuptuar që disa njerëz
pse e kanë atë modelin, e kanë të ngulitur brenda të tyre një petën, një model të mosdëgjimit. Dhe normalisht çfarë do bëjmë? Se nuk do zihemi me mamën e me babin. Nuk do, apo me vllajën, apo me mod, nuk do zihemi gjithkohës për të na kuptuar. Pra, do bëjmë do bëjmë këtë dëgjimi selektiv. Pra, e kemi të nevojshme të bëhemi selektive me qëllim. Pasi çfarë kuptimi ka, do të thënë që të humbas unë kohën time, energjinë time duke menduar të shpjegoj idetë atij që s'do të dëgjoj. Mendimet apo këndvështrimet e mia tek një person që jemi shumë larg, jemi komplet në hendej, do të thënë në anë të ndryshme të lumit, apo ku duhet. Jemi komplet në pole të ndryshme. Gjithashtu një gjë tjetër, shumë e rëndësishme, ju lutem mos e harroni, jo të gjithë njerëzit meritojnë energjinë dhe kohën tuaj. Dhe pik. Ok? Bëhuni selektiv. Jo të gjithë njerëzit dhe jo gjithçka meriton energjinë dhe kohën tuaj. Ruajeni këtë fort, e meriton ky person kohën time. Ok? Kemi pastaj dëgjimin e pjesshëm. Dëgjimi i pjesshëm ndodh kur keni qëllim, e keni si qëllim që ta dëgjoni bashkëbiseduesin, por ndodh diçka që u tërheq vëmendjen. Ndoshta mund të jetë edhe një ngacmim i brendshëm, që mund mos ke lidhje me atë personin, por edhe ky është, domethënë, si dëgjim. Kemi edhe pastaj atë dëgjimin sipërfaqësor. Dhe shpesh ndoshta edhe neve mund të pretendojmë se dëgjojmë dikë. Ndoshta duke buzëqeshur, duke aprovuar ose duke thënë ndonjë fjalë super, kur na duket domethënë në momentin më i përshtatshëm. Ekzistojnë domethënë këto, edhe të gjithë e gjejmë veten tek gjitha këto, edhe sipërfaqësor. Në raste të caktuara, se mund mos kemi nerva, mund të jemi të lodhur nga diçka tjetër e të tjera. Dhe thjesht nuk merremi, është sipërfaqësor dhe kaq. Tani si t'ja bëjmë me rastet kur njerëzit duan vetëm të flasin me ju. Pra, nuk janë të gatshëm që t'ju dëgjojnë, po vinë tek juve vetëm që ata të flasin, të zbrazen. Njerëzit janë ata që janë. Pavarësisht gjithçkaje, disa nuk ndryshojnë, pavarësisht se çfarë ndodh. Shumë njerëz vdesin për monolog. Nuk janë për dialog, janë për monolog. Monolog. Pa fund. Dhe në këto raste është e nevojshme që të filloni largimin nga këta njerëz, ose të kufizoni kohën me ta, të kufizoni ditët që ju kushton e të tjera. Okay? Si ta filloni, jo me njerëzit më të afërt, kuptohet, e filloni me njerëzit që janë larg jush. Trajnoni veten, fuqizoni veten me ata që ai që është më larg. Se është e vështirë për trupin, nuk ka pranon trupi me njëherë të largoni një person të afërt që mund të keni, ose me një shoqe që mund të keni kaluar 5 vjet, po ka ardhur momenti që vërtet ju lodh. Edhe ajo kafe nuk u shijon, kurse largojmë ndoshta dot me njëherë, kështu që filloni nga jashtë nga persona të tjerë dhe dal nga dal, ose duke filluar dal nga dal ta ulni kohën me të. Të ulni ditët që dilni, nëse është për ditë, një herë 2 ditë, derisa të arrijë, domethënë te kjo gjë që të mos ju bezdisi. Gjithsesi edhe këta njerëz, pra do t'i kuptoni kur vetëm praktikoni dëgjimin e plot dhe të thelluar. Okay? Në momentet caktuara kemi të nevojshme të praktikojmë të për të kuptuar që të përcaktojmë që cili është modeli i botës së tyre. Kanë këtë model për të mos e marrë përsëri çfarë personale, për të mos dalë përsëri me pritshmëri. Komunikimi i efikas apo komunikimi i shëndetshëm ka disa kushte. Dhe fillon e mbaron duke mos harruar asnjë moment që njerëzit rriten, njerëzit zhvillohen kur kanë disa elemente apo kur kanë disa kushte në lidhje në marrëdhënie me të tjerët. Por shembull, ne kemi shumë të qartë që për të rritur lulet e bukura apo një baçe apo ushqime të tjera, toka ka nevojë për ujë, ka nevojë për humus, ka nevojë të prashitet, të punohet, ka nevojë të ujitet. Pra nëse i duam lulet e bukura, apo duam ato ushqimin, apo baçe me ushqime të shëndetshme, e njëjta gjë është edhe me komunikimin. E njëjta gjë është edhe me jetën. Pra, edhe në një martesë është njësoj si toka, që ka nevojë për të gjitha këto. Ka nevojë për humus, ka nevojë për ujë, të tjera. Pra, nëse duam komunikim të shëndetshëm, nëse duam të nxjerrim më të mirën nga njerëzit, kemi nevojë që të krijojmë disa kushte. Pra është ai open mindset, pra ai me mendje të hapur, e ka të nevojshme të krijojë disa kushte,
ashtu se i krijojmë për tokën. Se komunikimi është një marrëdhënie interaktive dhe me fokusin tek individi. Është interaktive. Besoj se nuk ka nevojë të themi se çfarë klime apo kushtesh të krijojmë për shembull për një marrëdhënie, ndërsa nëse ndaj atij personi jemi shumë kritik, nëse kemi shumë zili, nëse jemi xheloz me partnerin. Xhelozi gjithkohës. Ku do shkojë domethënë kjo marrëdhënie? Kuptohet që atë tokë neve nuk po i hedhim asgjë. Dhe një moment do thahet, nuk ka çfarë na jepë, nuk na jep ushqim. Sa mendoni që ai person do t'ju respektoj, do t'ju vlerësoj, do t'ju dëgjoj, do doj të kaloj kohë me ju? Jo, do mundohet vetëm të evitoj. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë dhe të shikoni dhe ku fillon ndryshimi i njeriu, atëherë kur e pranon që shit një moment. Kjo xhelozia ime ku po më çon? Ku po na çon? Kjo çmira ime, xhelozi nuk po flasim xhelozi vetëm në partner, xhelozi me kolege pune, xhelozi në përgjithësi. Ku po më çon në këtë marrëdhënie me këtë shoqe? Ta zëm. Ku po më çon kjo gjë? Kjo kritik ndaj fëmijëve. Ku po më çon këtë pritshmëri që kam ndaj fëmijëve që duan të kenë vetëm nota 10. Edhe me veten tuaj. Ku po më çon kjo kritik ndaj vetes sime. Okay? Pse se kemi të nevojshme të krijojmë kushte të tilla, gjë që e kemi thënë që në muajin e parë. Pra gjërat i pranoni, emocionet, këto momente është kjo. Ndjej xhelozi. Kam një xhelozi për XY arsye. Kam këtë dhimbje, kam këtë kështu. Dhe pastaj nga këtu filloni me pyetjet e hapura që thamë herën e kaluar. Okay? Tani cilat janë këto kushte? Kushti i parë është që të jemi autentik, do të thënë ka të bëjë kongruenca, autenticiteti, pra të jemi real. Sepse kur flasim kongruenca është që të jenë gjërat kongruente, pra të jenë harmoni. Dhe unë shpesh kjo gjë më pëlqen që ta krahasoj me një vallëzim. Pra, për të pasur një vallëzim apo një kërcim të këndshëm që ecën, duhet që të dy personat të kenë shumë harmoni për të kombinuar lëvizjet apo jo të këmbëve. Sepse nëse është një lëvizje e gabuar, do të shkeli këmbën partneri. Dhe kështu që ju lutem vetes i thoni që jam këtu që të komunikojmë duke forcuar këtë lidhje, duke kuptuar në nivele pak më të thella. Pra çfarë do të thuash? Çfarë do të thot personi përballë, për shembull me atë gjë që thot. Kongruenca do të thot që të ruajmë natyrisht edhe bërthamën tonë. Okay? Nuk do të thot që të dalim nga vlera jonë. Patjetër, e kemi të nevojshme të ruajmë, kemi disa parime. Kemi disa parime të fuqishme, secili ka parimet e tij. Pra, e ruajmë pra këtë bërthamën tonë, e ruajmë këtë autenticitetin tonë. Problemi që ndron që shumë shpesh njerëzit mendojnë se kanë bërtham të shëndetshme. Dhe insistojnë me atë autenticitetin e tyre jo të shëndetshëm, okay? Gjë që e bën të nevojshme që her pas here të gjithë të bëjmë një check-up, të themi ashtu si tek mjeku. Tek mjeku shkojmë, apo jo, sidomos kur na kalon pak mosha e të tjera, shkojmë tek mjeku me vrap. Kemi nevojë të bëjmë një lloj kontrolli. Pra njësoj, bëjmë check-up edhe me këto programe mësoni pikërisht këtë gjë, që si të bëni check-upin e vetes. Ku po më çon kjo gjë? A isha e drejtë? Si mund ta bëj ndryshe? Ku mund të gjej këtë informacion? E të tjera. Pra janë arsye të ndryshme. Kushti i dytë është qasja empatike, që do të thotë procesi ky procesi me anë të cilit ne kuptojmë personin tjetër. Shumë njerëz mendojnë se të jesh empatik do të thotë të jesh në këpucët e tjetrit. Pra, prit, se ke provuar ti, domethënë, të kemi kaluar të njëjtën ngjarje, të kemi kaluar të njëjtën eksperiencë. Ju lutem hiqni dorë nga ky mendim. Okay? Sepse kur nuk mund të kemi kaluar të njëjtën eksperiencë. Asnjëherë. Kemi shumë pika të përbashkëta, por të njëjtën eksperiencë nuk e kemi kurrë. Mund të jeni dy motra binjake dhe nuk keni të njëjtën eksperiencë. Çfarë do të thotë të qenit empatik? Të
Të qenit empatik do të thotë që të komunikojmë për të kuptuar. Për të kuptuar. Çfarë kuptojmë? Ndjesit. Ndjesit I dimi, kemi thënë, ndjesit edhe emocionet, kuptojmë zhgënjimin, kuptojmë frikën, kuptojmë këtë. Pra, të gjithë jemi përballur, kemi frikë nga diçka, ose kemi pasur një moment. Nga e reja, nga e papritura, nuk e di, nga një investim e tjera tjera. Pra ka dhe anët pozitive dhe jo. Kështu që nisemi nga ajo, nga I pozicion. Por jo, frika që mund të kem pasur unë nuk është e njëjtë me tënden. Me më thënë, situata që ka ndodhur ty, frika ty mund ta kesh nga një ngjarje X, unë kam nga një ngjarje X. Ma frikën si koncept e njohim. Të dyja, njësoj. E kemi frikën, njësoj e përjetoj. Pavarësisht se është njerë. Pra, nuk do të thotë që t'jem putse tjetër, që të kem përjetuar të njëjtën gjë dhe unë ashtu e perceptoj më mirë. Jo, do të thotë që të komunikojmë për të dëgjuar, për të kuptuar dhe pastaj të fillojmë punën me emocionet. Kjo gjë dhe me veten tonë, okay? Sepse shpesh mund të thonë që edhe vetes mund t'i themi, jo mos e ka gjëra dhe më të vështira në jetë, çfarë merrem edhe unë me këtë. Ja, në vërtet mund të ketë gjëra më të vështira, por secili ka problemin e tij në fundit. Pra e kemi të nevojshme që të kuptojmë veten, e keni të nevojshme të kuptoni veten tuaj. Kushti I tretë, shumë I rëndësishëm, është respekti I pakushtëzuar. Personalisht gjithmonë e theksoj ju që keni qenë te programi Si të rrisin fëmijë me besim tek vetja, ju kam thënë, nëse e kujtohet, që fëmijët një gjë që vërtet t'ua mësoni të gjithë është respekti. Personalisht gjithmonë e theksoj që një person mund të mos e duam, se dashuria është një koncept nuk mund të duam këdo. Është për njerëz më të selektuar, pra jemi selektiv se këtë duam. Mund të mos biem dakord ndoshta me stilin e jetës. Mund ta duam një person dhe mund ta duam fort, por nuk biem dakord me stilin e jetës që ka, apo me mënyrën si mendon, me idetë, me pikpamjet e tij. Por kjo nuk na jep të drejtën që ne ta ofendojmë, që ne ta shajmë, ta kritikojmë me vend e pavend. Është detyrë që njerëzit t'i respektojnë aty ku janë, me ato që ata kanë. Pra edhe fëmijët e vegjël, Pra respekti do të thotë që ta dëgjojmë personin, për të kuptuar pak botën e tij, për të kuptuar qëndrimin, mendimin e tij për një X gjë të vogël apo të madhe, brenda familjes apo jashtë familjes. Okay? Pra kjo është ajo që e quajmë respekt pa paragjykime. Respekti pa kushtëzuar. Respekti reciprok, çfarë ndodh? Fuqizon marrëdhënie të ndryshme me njerëzit që I kemi. Si dhe sjell dhe përfitime reciproke. Okay? Pra, neve mund na lidhi puna me punën, me biznesin, me kolegë. S'kemi dashuri ndaj tyre. Paman kur është respekti, edhe punën së bashku e bëjmë më lehtë. Pra të dyja palët kemi përfitime reciproke. Nëse gjithkohës fillojmë me shajmë, me kritikojmë, ku të gjejmë atë gjën e gabuar, nuk do kemi. Nuk do ecë ajo marrëdhënie, nuk do jetë ky përfitimi, domethënë kjo përfitimi reciprok. Në shumicën e rasteve njerëzit direkt I hidhen dikujt kundër, e sulmojnë. E sulmojnë për sjellje, për një mendim, për një ti me këto mendimet e tua. Shprehen ashpër ndaj atij personi. Respekti I pakushtëzuar na ndihmon që të shprehim pakënaqësinë, na ndihmon që të shprehim dhe kritikën. Pra, okay, interesante mënyra si po mendon ti. E respektoj këtë gjë, super, uroj që kesh suksese me këtë gjë, me këtë mendimin tënd. Uroj që kjo gjë të pranohet nga partnerja, nga ku duhet çfarëdo që të jetë. Nuk do të thotë që ta bëni ju pjesë të vetes suaj, por thjesht ta dëgjojmë edhe pa gjykuar atë si person, dhe pa I ngritur një mur të lartë për çdo gjë që del nga goja e atij personi. Sepse të mos harrojmë pastaj edhe pjesën tjetër, që shumica e njerëzve nuk e njohin fare artin e komunikimit. Ndoshta as bashkëshortët, as partnerët tuaj. Dhe duke mos e ruajtur këtë respekt, domethënë për tjetrin, ka shumë mundësi që në kjo marrëdhënie të dështojë. Apo edhe marrëdhënie të tjera. Okay? Është e nevojshme që fillimisht të nisemi aty ku ndodhet personi,
sepse një arsye kemi pasur që jemi lidhur me këtë person, pra na ka lidhur diçka. Nuk është se shpesh, domethënë ky lloj mos komunikimi ose kjo që nuk e dëgjojmë për të kuptuar tjetrin, fillon dhe na largon. Okej. Unë njoh mjaft prindër të cilët kanë luajtur me fëmijët e tyre të vegjël. Kanë kaluar kometa, kanë luajtur, janë përkushtuar, u janë përkushtuar. Por ata fëmijë si të rritur vuajnë nga ndjesia që nuk janë mjaft. Po këtu çfarë ka ndodhur? Pra kanë thënë, kanë pasur prindërim shumë të shëndetshëm. Kanë luajtur, kanë kushtuar kohë, kanë hequr dorë nga karriera, të tjera janë përkushtuar totalisht fëmijëve. Këtu ka ndodhur pikërisht kjo. Ata nuk kanë parë brendin e tyre për t'i kuptuar dhe për t'i respektuar aty ku ata ndodhen. Okay? Sepse shpesh fëmijët e vegjël e di unë më mirë. Jam mami, unë do vendos. Pra, të kuptojmë botën e tyre. Okay? Kur kemi këtë respektin e pakushtëzuar edhe ndaj atij fëmijës së vogël, nuk ka fare nevojë për falje, në kuptimin më fal, e të tjera, të tjera. Pasi personi nuk është paragjykuar, nuk e kemi paragjykuar. Por jemi marrë, fokusohemi tek zgjidhja e problemit, e X problemi, që ai fëmia apo i rritur ka krijuar. Pra fokusohemi. Fillimisht duhet nisemi nga kjo pjesa që, okay, po më thuaj pak më shumë. Çfarë të themi, gjëja e parë, nëse fëmia e ka një gotë, i bie nga dora ose e shtyn duke luajtur, e thyen. Fëmia çfarë do bëj? Gjëja e parë, ose edhe ne si të rriturës, po them, po marrim rast e fëmijëve. Gjëja e parë do filloj të justifikoj veprimin. Se bëra unë, ose ishte atje në cep, po do gjej, do të thënë, një justifikimin për të mos u ndjerë fajtor. Okej, e pranojmë pra duke u nisur nga kjo që gjë që ndodhi kjo gjë tani, mund ta zvoncojmë gotën, po hajde tani të flasim se si ta herën tjetër të kesh kujdes, sepse xhavi mund të bëj këtë apo atë, pra flasim për këtë gjë. Ta zëmë, nëse marrim edhe nga një bisedë kaq e thjeshtë. Çfarë bëjmë neve? Me ato të thash, sa herë të fola, mos luaj ashtu, mos vrapo ashtu, mos u hidh ashtu, iku, që këtu. Pra jemi kujdesur, kemi përkushtuar gjithë jetën fëmijës. Por me këto mënyra, pastaj e kemi larguar, nuk arrim të kuptojmë pra nuk ndihen mjaft. Ndonjëherë ne mund t'i japim, edhe kemi pritshmëri. Për shembull, neve në këtë prindërimin e sotëm që jemi në botën e bollëkut, dhe të gjithë pa përjashtim, ose të paktën 99.99% e prindërve, edhe unë mes tyre ja kam thënë gotë se si më ndonjëherë. S'të mungon vetëm për të mësuar, s'ke asgjë tjetër për të bërë. Pra ja kemi krijuar, është krijuar bota e bollëkut. Dhe pastaj kemi pritshmëri, domethënë që ti bëjmë. Dhe themi, po pse unë shikoj në kushte të vështira, tjera, si kam pasur fare kushte të mësoja se ty, s'kisha asnjë tavolinë, tjera, ti ke sot gjitha, po ai se njeh, fëmijët nuk e njohin atë që kemi pasur ne, apo çfarë nuk kemi pasur. Nuk u intereson në fundit. Do nisemi nga ajo që janë ata sot, aty ku janë. Jo nga ajo çfarë. Pra, që këtu nuk i kemi dhënë një respekt, ose kemi vendosur një kushtëzim që kam të pritshmëri nga ty tani, se unë ti kam bërë gjitha kushtet, ti mos bëj gjë tjetër, po vetëm këtë bëj. Një pritshmëri shumë e madhe. Dhe çfarë? Kur është i rritur, pastaj është me atë që nuk është mjaft, sepse nuk është ndjer asnjëherë që të jetë vlerësuar ajo aty ku ndodhet me ato që ka bërë. Respekti pa kushtëzuar do të thotë respektimi personit dhe marrje me atë veprim. Pra, ndani gjithmonë veprimin nga personi. Sidomos tek fëmijët, sepse shpesh fëmijët e marrin, në qoftë se për shembull neve e kritikojmë se i themi për një veprim që bën, ose që shan, ose që përdor fjalë kështu, ti je djalë i keq. Nuk i themi që këto fjalë nuk janë të përshtatshme. Janë të papërshtatshme këto fjalë. Këto fjalë i përdorin këta persona. Po ti je çun fantastik, dhe ti me këtë, që je çun kaq i mirë, i zgjuar, e tjera, nuk shkojnë në gojën tënde. Pra çfarë kemi bërë? Kemi shkëputur fëmijën, personin, nga veprim, nga ato fjalë që thotë. Këto, vetëm çunat tek qinj flasin kështu. Ata çunat rrugeç të rrugës.
Vetëm ato vajzat e përdala vishin kështu. Okay? Çfarë kemi bërë? Kemi ngritur, domethënë, një mur. E kemi bërë një karakterin, domethënë personin me sjellje. Kemi futur një i keq apo hajdut apo nuk e di çfarë do që të jetë. Ju lutem me shumë kujdes gjithmonë e shkëpusni personin nga sjellja. Po, ka mami zemër dhe kanë shumë të nevojshme, pavarësisht se unë ty nuk të le të hash çokoladën sepse të bën këtë, por ta bëj këtë gjë sepse të dua, sepse nuk në mënyra të ndryshme e tregon, se s'do flasim gjithmonë kështu. Me mënyra të ndryshme e tregoni që e shkëpusni këtë gjë nga kjo tjetra. Okej? Respekti pa kushtëzuar do të thotë respektim pra me veprimin pra që ka bërë. Cilat janë preferencat e tij? Cila është ngjyra e lëkurës së tyre? Nuk merremi fare domethënë me këtë pjesë. Çfarë orientimi seksual ka e të tjera e tjera. Çfarë ata besojnë apo nuk besojnë. Okej? E kemi të vështirë apo jo? Pak po. Nuk është e lehtë të pranojmë këdoj person që na sjell goca në shtëpi. Pak po, Nuk është ndoshta aq e lehtë. Nuk e kemi aq të lehtë të pranojmë një drejtim seksual që mund të ketë ndryshe. Por është e nevojshme. jo, Se ndryshe nuk shkojmë as dikundi. Po? ajo shumë e mirë shpresa, shumë ishte e mirë që ta ndajmë veprimin nga personi, është e jashtëzakonshme. Unë kam përdor për shembull këto që Mhm. çike keqe, veç çikat e keqe bojnë qëto. Vetëm E çikat thonë e këtë këqija. fjalë. E tash kom pasur rast kur për shembull Ana kur ka bën ndonjë veprim, e di mami më fal, unë jam çike keqe. Oh. Edhe tash unë i kuptoj, jo mami ti je çike mirë, po ti më ke thonë mua se unë jam çike keqe. Aha. Atë kujtohet kur e kum bë atë veprimin. E tash Aha. gjatë diskutimit tim unë vetveti U lidhe me ato u gjëra. lidha automatikisht me 2-3 veprime që unë i kom. Mhm. Mhm. Edhe atë rastin që e di se unë jam mami. Mhm. Për shembull, domethënë unë pas na ndiku shumë keq. Mhm. Që kur i kom thonë unë jam mami, ka met, ka thonë se jam veç mami, din domethënë unë Okej, do të thënë s'ka të drejtë që të japi e, fjalën, e thotë kjo fjalën është e vet. shumë Okej? Pse sepse mos të harrojmë, fëmijët vërtet mund të kenë trupin e vogël, edhe ata që janë 4 vjeç, 5 vjeç, po aman kanë dhe botën e tyre. po po. Okej? Dhe është e nevojshme që të nisemi të kuptojmë, për shembull këtu në Sloveni kur bëjmë ne ndonjë trajnim me fëmijë, vishemi me bluza si fëmijët, ato çfarë është trendi, domethënë i fundit, ato ku duan. Bob dhe Spanch, gjëra të tilla, në Po. mënyrë që t'i përshtatemi pak botës së tyre. Ta fillojmë pra nga këtu, e shkojnë interesant, se ata presin ndonjëri me kollare, presin ta zonë, ku duan çfarë presin. E hop që këtu lirohen, okay, nisemi pra nga bota e tyre. Pra, kemi të nevojshme të arrijmë të kuptojmë. Përse do më thënë kjo pjesë është e rëndësishme, sepse me të drejt dikush mund të thotë, po okej, nëse e bëjmë ne këtë gjë me fëmijë, do të thotë që pastaj i japim më shumë pushtet sa duhet, se në fund ne jemi prindër. Absolutisht po, ne s'mund lejon që fëmia të bëjë gjithçka. Por Jo, duke jo. pasur këtë qasje, ata na dëgjojnë më shumë. Okej? Aty arrihet efekti më shumë. Kur nuk e kemi të më thënë këtë qasje, aty çfarë do bëjnë, do na fshihen, do fshehin shumë gjëra, nuk do jenë të hapur me ne, do fshehin edhe atë botën e tyre. Kemi një sindrom që e quaj, më pëlqen ta quaj sindromi i njeriu të vogël. Okej? Cilët janë, do të thënë, njeriu i vogël, nuk e kam fjalën i vogël kështu, Po. njeriu i vogël në mendje. Është sindrom. Dhe fatkeqësisht në jetën e përditshme mund të gjeni keni shumë njerëz të vegjël. Disa prej jush më kanë shkruar për shembull për gjëra të ndryshme që ndesheni në jetën e përditshme. Dhe shpesh, dhe besoj se këtu do ta gjeni shumë, shpesh mund të lëndohemi nga njerëzit e vegjël. Është mirë të shikoni si kaq është si person. Që do të thotë, më thënë, kaq e ka mentalitetin. Si mundem? Pra, ka njerëz që vërtet janë me këtë. Tani cilët janë, më thënë, këta persona? I kushtoni vëmendje janë ata personat që nuk duan t'i sfidosh me pyetje. Okej? Po u bëni një pyetje, ti me këto pyetjet e tua. Pa zëmë. Dikush më ka thënë mua një herë, po tani u bëre dhe gazetare ti tani.
Edhe të bullizon, ë? Edhe të ofendon. Është sindromi njeriu të vogël. Okay? Zemërohen nëse nuk bie dakord me ta. E do bëjnë gjithë shka që t'ju ndrojnë mendjen dhe zemërohen. Edhe pastaj në fund tonë, kështu them unë edhe kaq. Njerëz që nuk janë kurioz. Për bir shkurt, e di unë, e di. Njerëz që nuk thonë të vërtetën. Ju mund të keni qenë sinqert me ta për një situata tuaja, ata janë sinqert. Njerëz që kapen pas ideve, pas ca ideve, pas disa vlerave, pas disa bindjeve, mendimeve fikse. Ashtu i kanë bindjet fikse. Njerëz që kanë mendësi viktimizimi. Që na ka gjetur neve, mund të jetë shumë i pasur dikush e thot, aman qa varfërie, s'po marrim dot frym. Për shembull, kemi mendësia e fukarajt, është ajo, ndoshta kjo vjen nga varfëria, nuk diskutohet, kjo vjen të gjithë, askush nuk e do varfërinë. Të gjithë duan të kenë një copë bukë të hanë. Okay? Dhe është krijuar me breza, domethënë një lloj mendësie fukaraj, por si krijohet, domethënë nëse vini re njerëzit që vetëm lypin ose kërkojnë. Shko më jep kaq se të. Ja, si s'na ndihmojnë aja e shtet, si s'na ndihmoj këtu, jo, ti mund ndihmosh vetëm. Pra, mund ta marrim edhe në plan më domethënë ta shohim edhe më gjërë. Lypy dorza, më jep. Është mendësi fukaraj, nuk do ketë kur. Momentin që vazhdon të zgjasi vetëm dorën, ku të marri, kush t'i japi, nuk ka për të pasur sukses. Okay? Nuk dua të them që në momente të caktuara të gjithë kemi nevojë. Absolutisht, nuk po them që jo, jemi totalisht kundër, jo, s'kemi pse të është e nevojshme në momente të caktuara. Por nëse kjo të kthehet në model të përhershëm, nuk është okay. O, po ne të varfër në këtej s'na ndihmoni që ju që jeni jashtë. Gjë që mund ta keni dëgjuar. Ai sa lek ka, s'më ndihmon mua, s'më jep ca para. Okay? A mund të ketë sukses një person i tillë? Jo. Apo të vi me një plan biznesi, me një gjë që shiko. Vërtet, më thonë, nuk dua më. Më duket e tepër tani, kjo gjë të pres tani nga shteti, apo të pres nga ty, apo nga ai. Dua të hap këtë biznes, dua të bëj këtë gjë, nuk e di, dua të studioj këtë gjë në mënyrë që ta kem më të lehtë për punë të tjera. Okay? Mendësi të tillë, domethënë njeriu të vogël kanë njerëzit që ofendohen shumë shpejt. Pavarësisht se mund mos ketë fare lidhje me ta. Po me njerë, po, kërcejnë si gjerë. Është tipike inferioriteti. Okay? Një ndihen inferior. Mbi të gjitha, nëse nisem unë nga pozicioni punësime, që e kam marrë në këto 10 vite, është që nuk janë coachable, themi. Nuk janë coachable, do të thënë që nuk janë gati të ndryshojnë. Bëu pyetje sa duash, rrotulloj nga duash, dalim tek ajo pjesa pritshmërit si mos i keni. Okay? Mbi të gjitha, po ti dëgjosh këta njerëz, kanalizojnë gjithë energjinë e tyre tek të pasurit që ata kanë të drejtë. Ose bëjnë gjithçka që të bindin për të drejtën e tyre. Po shiko, të ta shpjegoj edhe një herë, se nuk më kuptove. Edhe fillojnë, vetëm që të japësh të drejtë. Dhe shpesh kjo mund të ndodhi në jetën e përditshme, se ata janë bërë mjeshtrat e kjo. Për të marrë atë që mirë se kishe të drejtë, për të arritur të marrin këtë, shkon, ja, kisha të drejtun. Një Amerikan thot, do not enable these people, pra mos e jepni, mos i ushqeni njerëzit e tillë. Pra është e nevojshme të insistojmë, sepse këta njerëz rriten kur ne ju ushqejmë. Në çfarë kuptimi që edhe këtë që ndonjëherë ata insistojnë për të thënë drejtën e tyre, më mirë se ndoshta ke të drejtë. Okej, është mendimi jot, e respektoj deri këtu. Të lutem mos më impono mua. Un kam timin, ti ke tonë, kaq. Nuk do të thënë ta sulmojmë, që o s'ke të drejtë të. Aha, super. Sa një ti e mendon kështu? Super, e respektoj. Vazhdoje, domethënë. Uroj ta të dali kjo gjë ndaj kënej.
mund të jetë bindje fetare, mund të jetë bindje kulturore, politike, nuk ka rëndësi. Ke arsyet e tua sepse beson te ky person. Super. Mund të jetë tradicionale, mund të jetë shkencore, mund të jetë edhe të tjera të tjera. Okay? Ju lutem keni shumë kujdes nga feminizmi me energji mashkullore. Po t'i vini re, po t'i kushtoni pak vëmendje, shumë nga këto lëvizjet feministe dalin femrat me një energji mashkullore të tmerrshme. Okay? Kështu që këtu janë bindje, mos për arsye të ndryshme, pse janë këto, nuk po futemi në këto detaje. Domethënë, po ka shumë, po t'i kushtoni, domethënë pak vëmendje do arrini t'i kuptoni. Njerëz, nëse marrin një shembull shumë të thjeshtë, ndoshta për shembull tek larja e enëve. Nëse nisemi tek larja e enëve. Shpesh partneri mund të lajë enët, neve i themi aty, po prit, jo se si lave mirë, se pikoj këtu, jo, po se duam, jemi mësuar ne me mënyrën tonë, duam që dhe tjetri të jetë ashtu. Dhe fillon lufta në çifte vetëm për enët, apo vetëm për kapakun e tualetit. Kur shkon partneri, ule ngrije kapakun, që këtu fillon një luftë me këtë. Po ka mënyra të ndryshme. Dhe me larjen e enëve kanë gjetur mbi 250 mënyra se si i lajnë njerëzit enët. E rëndësishme është, domethënë, rezultati, të mos kapemi pas këtyre gjërave, domethënë, të dukshme. Që nga kjo gjë që duket kaq si e vogël, e pa rëndësishme, por është shumë e rëndësishme. Sepse po u kapëm, dihet se ku do përfundoj. Dhe mund të kapemi pas shumë gjërave. Po sa mirë. Deshta një pyetje shpresa që tha gratë me energji, gjinja femërore me energji mashkullore për brenda. Po. Tash nuk arrita me kuptu mjaftueshëm. E se nuk folëm fare për këtë pjesë, tash që lere, kjo është një temë tjetër. Okej, kërkoj Ka falje. feminizëm, domethënë, do Okej. kemi muajin e energjisë femërore. Okej. Energjia për shembull, një femër me energji mashkullore është ajo që do të jetë bosi. Për që të deshta me të... Do të jetë bosi, do të drejtoj, që shiko, domethënë ka disa tipare të mashkullit. Ato deshta me... Në mënyrën e sjelljes. Në bazë të sjelljes apo në bazë veprimit, pak me fjalë të shkurta, unë kam shumë vllazë, kam 5 vllazë e vllai 4, ka pas 2 dështime martesore, tash është martu para 4 viteve me një grup. Edhe ka jetu pak ma larg, s'kemi pas rast kontakti. Tash ditën e kaluam kar këtu, edhe me një rast u soll, nuk ja morën fëmijën qerdhe dhe tha, po të shkoj unë, e thanë qerdhe, do t'i rraf të gjitha, tha dhe për brenda 24 orëve do e marrin pa tjetër. Edhe na metëm, sidomos unë meta, thash, po jo se ka ligja ajo qerdhja, edhe ti du t'ja respektosh ato. Unë tha nuk respektoj ligje këtu, edhe ngriti dorën. Dhe që nga i moment, kam kërku, në fakt unë e kom konsideru si, kom thonë, kjo nivel rrugë, po tash e kuptova që pas ka energji mashkullore, edhe se dhe qëndrimin kështu si mashkull, kështu rrën. Aha, okej. E tash e kuptova, po, ajo kështu rrën. Po, kanë edhe qëndrimin, kanë edhe veshjen, e kuptova, shumë gjëra. Po, ja. Ka qenë një slovene këtu që është coach tani, domethënë merret me komunikimin për në çifte, dhe ajo të shifte ndryshimi i saj, transformimi i saj ka qenë 360 gradë, domethënë total, komplet. Fotot e saj ishin kështu me bereta, këtë kapelen kështu, këmisha si meshkuj, duart i mbante kështu si meshkuj, të gjitha, dhe kur ishte në këto trajnimet tona, domethënë për te coach, të DNLP-s e të tjera, ajo një ditë ka qarë nuk pushonte dot, sepse kuptoi, tha, unë tha gjithë meshkujt i kam larguar se janë vetë mashkull. Domethënë me kuptimin e energjisë mashkullore, i kam larguar, se çfarë, meshkujt nuk vinë tek ne se po të kishte për mashkull, po flasim mashkull, do martoj me një burr tjetër. Po jo, vjen tek ne se kërkon energjinë femërore. Dhe në moment që është vërtet një mashkull që ka energji mashkullore, tamam, dhe të bjerë një femër që ka energji mashkullore, do filloj lufta aty. Se kush do jetë më bosi. Okej? Ndërsa kur është energjia femërore, fillojnë pastaj dhe rrjedhin në mënyrë
normale. Tani, në qoftë se kemi nga ana tjetër, se kemi dhe meshkuj, janë meshkuj, por pse ka ndodhur kjo? Përse ndodhin të thënë këto gjëra? Se është interesante. Sepse ndoshta shumë nga nënat, gjyshet tona, u është dashur të luftojnë ose kanë ngel të kanë ngel të vetëm. Dhe u është dashur të kenë energji mashkullore t'ja dalin, se ndryshe nuk ja del dot. Ndryshe do t'i sulmonin e të tjera të tjera. Pjesa e jugut të Shqipërisë për shkakun ka shumë femra që janë me energji mashkullore pafund. Edhe në fisin tim e di. Bëj më shumë bëj punë të burrave, edhe në kohën e verit tek neve punonin gratë ju që jeni nga Shqipëria, dinin metallurgjik, merrte ajo përdorte të njëjtat mjete, të njëjtat mënyra. Nuk dua të them që ishin detyrë, nuk dua të them që femra si bën dot të gjëra, po janë ca gjëra që janë për meshkujt, nuk është se si mëson dot, i mëson, po ca punë janë për meshkujt, ca janë për femrat, ca ka një tjetër forcë mashkulli. Nëse marrim dhe nga ky drejtim pra. Po të detyrojnë kushtet e jetës, ose ndoshta është dhunuar, është përdhunuar nga babai, është përdhunuar nga vllai, ta zëm ajo femër, dhe automatikisht është dashur që të mbrohet. Dhe si të mbrohet, të kthehet në tomboy. Të ketë të bëhet si çun, në mënyrë që të mbrojë veten e saj. Dhe ajo këtë model e ka krijuar dhe me atë model do tani. Nëse marrim nga ana tjetër çunat, tani kjo femër që është dashur tomboy, që themi, do thënë kjo femër që ka energji mashkullore, është martuar, ka lindur fëmijë. Ajo do vazhdojë me atë energjinë mashkullore. Tani kur lind çuni nuk përshtatet dot me energjinë mashkullore të saj. Dhe çfarë do bëj? Çuni lind me bërthamën mashkull, por do ketë rrotull vetes energji femërore. Fillon dhe hedh shtresat e energjisë femërore. Se nuk ja del dot me nënën që ka energji mashkullore. Se është shumë bosi ajo. Ka rolin edhe të nënës edhe të babait. Sa çifte ka edhe mund të njihni edhe juve në familjet fisin tuaj, që ka gra që i kanë rolin edhe të burrit edhe të gruas. Se nuk u kanë ngelur në mënyrë tjetër. Duhet punojnë, merren me fëmijët, presin fisin e tjera tjera. Dhe të dyja rolet, dhe automatikisht për t'ja dalë në këtë botë e egëri, duhet që t'jetë më shumë në rolin e mashkullit, se ndryshe duhet i vërë rregulla fëmijëve, tu thot po, tu thot jo, tjera tjera. Pra automatikisht del nga bërthama e saj. Dhe tani kur është nëna e tillë, ai çuni i vogël do t'i përshtatet, kështu që do ndryshoj energjinë e tij, sa fëmia e ka të nevojshme t'i përshtatet. Do ndryshoj energjinë e tij që t'i përshtatet saj të nënës, se nëse është mashkullore fillon lufta aty. Dhe nëse vini re për shembull shumë burra janë të paaftë të marrin përgjegjësi. Do pyesin nënën për çdo gjë. Ose do kenë nënën në vendin e kryesor. Si kanë krijuar familjen e tyre, po jo, i merr mendimin nënës që është në një shtëpi tjetër, një qytet tjetër, para se të flas me gruan. Pse se ky mashkull ka shumë energji femërore. Fillon lufta pastaj me femrën që ka, se ajo energji femërore, ky energji femërore. Fillon lufta aty, ky do të bëhet burr, pastaj edhe fillon druri. Fillon pija, fillon dhuna e të tjera të tjera. Okej? Për ta kuptuar domethënë këtë energji. Dhe tani nga këto femra domethënë bosi ke edhe në pozicione shefe, lëvizja feministe, sepse prandaj thash lëvizja feministe është bërë të luftojnë për drejtat e grave përsëri në mënyrë të dhunshme. Pra luftojnë për drejtat e grave në mënyrë të dhunshme. Por nga ana tjetër, po t'i vësh re se më ka lidhur puna mjaft, shumë nga këto zonja, po t'ju afrohesh me një ide të re, me një gjë ndryshe, t'i mbyllin portat. Se ndihen të rrezikuar. Ndonjëherë është shumë më lehtë, mua që më ka lidhur puna me mjaft projekte, edhe unë personalisht e kam shumë më të lehtë të bashkëpunoj me meshkujt. Okej? Janë më të kuptueshëm, nuk janë kaq të egër. Kur është femra egër, është egër. Okej? Që ta dini. Okej? Mos kalojmë tani nga tema. Pra, faleminderit shumë shpresa për një ushtrim edhe disa pyetje që do t'ua dërgoj pastaj edhe aty në WhatsApp. Ti nuk ma ke dhënë numrin mua që ti jesh te grupi në WhatsApp. Më dërgon numrin e telefonit. Okej. Që të lidhemi në WhatsApp të fus te grupi. Okej, shpresa. Kërkoj falje, ndoshta pyetjet. Për shembull, sa shpesh i ndërprisni se të vetmin person që kemi në kontroll. Sa shpesh i ndërprisni njerëzit gjatë bisedës?
për të treguar historinë apo për të treguar diçka nga vetja. Pra i kushtoni vëmendje kësaj, nëse me qëllim, ju veproni si keni vepruar deri tani, po në fund, një moment. Sa shpesh e ndërpreva këtë person, ose ndoshta ja lash, keni vënë ndonjëherë që shumë njerëz vetëm flasin monologu? Juve vetë sa shpesh e ndërprisni, ndoshta fëmijës suaj e të tjera, në mënyrë që të kuptoni në cilin model ndodheni. Kjo gjë, kur janë ndërprisni ndoshta fëmijës, bashortit apo dikujt tjetër, si kjo gjë ndikon në marrëdhënien me këtë person. Pra kjo ndërprerje që i bëni. Në mënyrë që kemi një marrëdhënie të shëndetshme me njerëz, po që dhe me ta të ndajmë gjëra nga vetja. Okej? Por edhe themi gjella me krip e kripa me karar, sepse dhe nëse është kjo gjë më shumë se sa duhet, përsëri e largon nga i person. Gjatë bisedës, sa herë u tërheq vëmendjen dikush, në sa herë do dikush bisedës me dikë, sa herë ju tërheq vëmendjen diçka. Sa prezent jeni gjatë bisedës, dhe sa jeni aty dhe këtu. Dhe me cilët persona, dhe me cilët persona po dhe me cilët persona jo. Tani çfarë dëgjoni për të përgjigjur? Sepse shpesh ndonjëherë përpunojmë në kokën tonë si të përgjigjem tani, apo dëgjoni që personi përballë ta kuptoni. Ndonjëherë kalojmë menjëherë në atë rolin mbrojtës, në atë protective, domethënë protektiv për veten tonë që po shiko se unë se kisha kështu të. Përgatitemi për këtë gjë. Okej, ndërsa po ta fillojmë që po mund ta keq kuptuar tjetri etj. Por është e panevojshme të kalojmë në rol protektiv, po themi, okej, nga kjo bisedë deri tani kuptova që këtë çfarë unë të thash ti e kuptove kështu. Apo jo, hajde ta sqaroj. Okej? Çfarë desha unë të thosha, si e kuptove ti, pra pse se ndonjëherë ne mund ta themi kështu, pa ai tjetri na dëgjon komplet gjë tjetër. Pra për të sqaruar. Pra dëgjojmë dhe bëjmë pyetje që personi të na kuptojë. Sa posesiv janë gjatë bisedës, sepse ka njerëz që janë vërtet shumë posesiv, janë Tani e dua, tani të. Pra, cili të jetë objektivi për këtë javë, nga nesër edhe deri dielën tjetër, zgjidhni një antar të familjes, një mik, një kolege. Por në vend që të flisni apo të bëni pyetje, praktikoni dëgjimin. Okay? Me qëllim, dëgjoni më shumë. Edhe sikur të bëjmë monolog. Mund të zgjidhni 2-3 persona, nuk ka rëndësi. Po jo me të gjithë ju, lutem se bëhet shumë e lodhshme. Okej? Nuk do të sugjerojmë shumë se 3 persona. Të praktikoni dëgjimin, sepse si e tham, komunikimi fillon me dëgjimin. Komunikimi fillon dhe mbaron me dëgjimin. Nuk ka mënyrë tjetër. Në rregull? Ndonjë pyetje lidhje me këtë?